Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Secili prej jush është bari dhe përgjegjës për kopjen e tij. Pra secili prej jush që ka përgjegjësi familjare nën udhëheqjen e tij familjare, ai do të jap llogari për mënyrën se si i ka rrit dhe si i ka eduku pasardhësit e tij. Nga ky hadith tregojmë se përgjegjësia e të qenit prind është shumë e madhe. Është fisnike, jashtëzakonisht fisnike, por ka edhe anën e përgjegjësisë maksimale, sepse Allahu i Madhërisht do të na pyesë në ditën e gjykimit pikërisht për një gjë të tillë, sepse është prej përgjegjësive kryesore me të cilën ne ngarkohemi si prindër. Dhe ne dimë mirëfilli se fëmijët, pasardhësit tanë janë dhurata më e çmuar e Allahut. Prandaj Allahu në Kur'an fëmijët i quajnë si dhuratë. Kur flet për shembull për Zekeriin alayhis salam, i cili kërkoi Allahut fëmijë, Allahu thotë ne i dhurojmë atij fëmijë. Apo në raste të tjera përmes pejgamberëve të tjerë, që do thotë kjo dhuratë e çmuar duhet të mirëmbahet, duhet të edukohet, duhet të vlerësohet sipas mësimeve kuranore dhe atyre pejgamberike, nga sa Allahu e di më së miri se çfarë e edukon dhe çfarë e avancon fëmijën tonë para çdo kujt tjetër dhe më mirë se sa çdo kusht tjetër.